Në vigjilje të një date që është madhështore, është historike, në kujton vitin e largët 1444 që është Skënderbeu, e 12 që është Ismail Qemali dhe ngritja e flamurit vlorë dhe shpallja pavarësisë së Shqipërisë, vitin 1955 që është ditëlindja komandantit legjendar Adem Jashari, e po ashtu sot e 28 vite më herët në një aksion të policisë, militarëve, paramilitarëve serb, të cilët të ishin nisë në drejtim të herojit kombit, tani Abedin Rexha në Vojnik, rrugës në këtë destinacion hasin në një organizim të bevasishëm nga komandanti legjendar Adem Jashari në Llaush, në detrim të Turiqecit, ku në shenjë hakmare gjuhët edhe mbi shkollë edhe mbi civil, me rast vdes mësuesi Halit Geci, e që me datën 28 në varrimin e mësuesit bëhet edhe dalja publike e ushtrisë shkrimtare të Kosovës nga tre general, që tash njëri është heroi i kombit, Muin Krasniqi, Recep Selimi, i cili qëndron padrejtisht në Hag, dhe generali Daut Haradinaj. Ju falimderit për vlerësimin dhe milionit që po më bëni. Në veçanti, me rastin e kësaj festet që shumë fisht të kombit shqiptar, si që janë dita e flamurit kombëtar, po ashtu dhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari dhe dita e daljes publike të UÇK-s. Lavdi dëshmorëve, respekt dhe mirëmorje për të gjithë ata djemë dhe vëza që luftuan për Kosovën dhe për lirinë e kombit. Ju duhet shumë, ju jeni gjithçka. Ju uroj ditën e flamurit, ju uroj ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, në ushtria çlirimtare e Kosovës, lavdi dëshmorëve. Është nder i veçantë për kuvendin e komunës, për kryetarin e komunës zoti Bashkim Ramosaj, që sot të ndaj çmimin mirënjohjes qyteti për 2 gra fisnike, që me veprën e tyre e ndëruan jo vetëm veten dhe familjet e tyre, por gjithë Kosovën dhe kombin shqiptar. Zonjen Hate Rexhaj, e quajtur Tezja UÇK-s, një grua e urtë, e cila u bën nën, motër, mikpritse për ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Shtëpia saj u bë shtëpi e luftës, streje sigurt, vend shprese, vend ku luftëtarët gjenin ushqimin, fjalë të mira, ngrohtësi dhe forcë shpirtërore. Kontributi i saj ka qenë aq i madh sa ata që përjetuan luftën e quajtën me dashuri Tezja e ushtrisë lirimtare të Kosovës, një emër që flet vetë për atë se kush ishte dhe çfarë përfaqësonte ajo. Zonjen Feride Hajdinaj, një bijë tipike shqiptare, e cila me përkushtim të jashtëzakonshëm u angazhua për të ndihmuar luftëtarët, duke dëshmuar se zemra grua shqiptare është po aq luftarake sa arma në duart e djemve tanë. Me veprimet e saj të heshtura, por jashtëzakonisht domethënë se ajo bë bashkëluftëtare në çdo kuptim të fjalës, duke u kujdesur me ushqim, pastrim, ngrohtësi dhe duke mbështetur e duke i dhënë UÇK-s atë që lufta kërkonte më së shumti, humanizmin dhe përkushtim të sinqert. Unë isha pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Isha pjesë edhe i brigadës 138 Agim Ramadani. Te Nana Feride kom ndajt shumë. Kjo ishte edhe organizatore e një sulmi të parë mbi forcat serbe. Kishte edhe familjarët në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ishin djemtë e nënës Feride, ishte burri nënës Feride, që ishin ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe gjithë ajo rrethin që i kemi sot meq e që na nderojnë, që ruajnë këtë miqësi.